Top Albania Radio, she's on air. Mirë se erdhët në She's on Air. Jemi live në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Jemi këtu për diskutuar temat super interesante me të ftuar shumë interesant dhe patjetër me vajzat e mia që janë akoma dhe më interesante. Por vajza, ne do e fillojmë me temën më interesante të sezonit. Do flasim për Big Brother si gjithmonë, që është kryefjala në ekranin ton. Por ta fillojmë dhe pak ndryshe para se të kalojmë aty, se dim që interesi aty është. Do ja nisim me dashurinë, si thoni? Unë jam shumë dakord. Por jo çdo dashuri është e thjeshtë dhe jo çdo ndjenjë mund të realizohet, apo jo, goca. Dhe për këtë ne duhet do flasim sa më gjerë dhe sa më gjatë. Për këtë temë që jemi tek dashuria, kemi një personazh që ka shkruar, ka folur aq shumë për dashurinë, Albatros Rexhaj, faleminderit që jemi në studio. Kur e morra vesh që jeni ju, sidomos Livia, unë s'kisha se historia. Unë e Bigun e kam shikuar vetëm për Livian. Serio? Serio. Kur në momentin kur doli Livia, pastaj vetëm finalin e kam shikuar. Okej, shumë faleminderit, e vlerësoj gjithmonë shumë. Goca, me sa duket ne përcjellim shumë dashuri, përderisa Huejda na është bashkuar për herë të dytë. Po, radio të jep një komfort dhe një rehati që unë s'kisha si mos të vija për s'dyti herë. Sigurisht edhe për këtë temë që është dashuria dhe të ftuarin më ideal për të folur për dashurinë, erdha me kënaqësinë më të madhe. Të ripresim. Sot ne do flasim për atë dashurinë që na dhëm zemra, për atë dashurinë që ne nuk mundemi dot ta kemi, për atë dashurinë që ndoshta për arsye familjare, për ndoshta dhe fen apo të gjitha është e pamundur për ta pasur tonën. No, në dashurinë e ndaluar, thua. Tamam, se dashuritë e pamundura nuk ka. Nuk ka. Unë mendoj se ka. Nuk ka, do në dashuria e pamundur nuk ekziston. Por edhe mu më pëlqen kjo gjaja që nuk ekziston një dashuri e pamundur. E bëjmë ne ndoshta të pamundur se e ndërlikojmë me këto drama tona. Gjot tash se dashuria është një temë e cila nuk përfundon kohë. Mund të shkruash të jetën, mund të filozofosh të jetën, mund të meditosh të jetën, pak durim të lutem. Edhe në fund nuk i del në fund. Nuk ja vendos pikën, gjithmonë është një presje. Sepse njerëz të ndryshëm gjithmonë do ta përjetojnë dashurinë në një formë unike. Edhe gjithmonë do të zbulohet diçka e re. Kjo është arsye edhe pse në librat fetar kur flasim për Zotin, për Perëndin, koncepti i parë është dashuria, është diçka e pafund. Edhe unë mendoj, kam pasion timin personal, mund të marrë me 100.000 gjëra të tjera, por nuk e që dorë për kësaj teme. Mendoj se gjëja më e bukur që Zoti na ka dhënë neve dhe forma e vetme me anë cilës ne mund ta kuptojmë ekzistencën tonë, të japim një kuptim se në fundit pse jeton njeriu, pse jeton. Por është dashuria. Çfarë mendoni që e bën një dashuri të pamundur? Pak më bukur, unë dua të futem me një nga poezitë e Albatrosit, Fitore pa zhurmë. Dashuria nuk fiton duke bërtitur, ajo pret, edhe kur gjithçka ikën. Humb betejat e vogla pa u ankuar, ban dorën hapur kur tjetri lodhet. Merr peshën që të tjerët e lëshojnë, kur frika mbyll dyert, ajo rri brenda. Koha i merr të gjitha, dashuria merr kohën. Sa bukur. Shumë e bukur. Të futemi pak tani më thellë kësaj dashurisë pamundur dhe pse ne gjendemi ndoshta në këto momente dhe si e bëjmë ne të pamundur këtë dashurinë. Meqense dolëm direkte në këtë konkluzionin që nuk ka dashuri të pamundur, ne e bëjmë atë të pamundur. Absolutisht. Në bota e ndjenjave është një univers i veçantë. Paralel me të shkon bota e mendjes, e racionales. Historikisht bota e dashurisë, dashuria e emocione e kanë poshtë racionale. Por ka raste kur njeriu e mbledh veten edhe merr një vendim. Thot unë nuk do t'i nënshtrohem këtij emocioni. Edhe thua nuk do të shkoj me këtë person sepse ky person është një familje armike. Shumë shef të flasim në fakt më shumë për temat që vërtet ne i kemi jetuar. A ka pasur në jetën tënde një dashuri të pamundur, pra ti ke dashur ta bësh të dashuri të pamundur? Dëgjoj tash, si thon, secili njeri në një moment të jetës vet ballafaqohet me një person të cilin ti nuk mund ta kesh. Një formë ose tjetrën. Edhe unë jam pjesë e kësaj rregulle. Por kur vjen ai momenti kur i kam thënë vetes, ok, unë do e stopoj ndjenjën time, i kam thënë vetes, kjo nuk do të thotë që ndjenja është ndal. Këtu doja të di. Ti thua unë nuk do shkoj. Sa vazhdon ta kesh në ditët e sotme, për shembull, një person që ti ke vendosur që këtu mbaron e gjitha, por a vazhdon ta kesh sot në zemër?
ti një person kur nuk mund ta ecësh komplet nga zemra. Është e pamundur, gjithmonë diçka ngel. Në çdo përjetim e lën një shenjë në shpirtin e personit, e lën një shenjë në zemrën e personit. Ajo çfarë ti bën është që ti mësohesh të jetosh me atë plagë brenda vetes, edhe me kalimin e kohës ajo plagë mbyllet, bëhet kore, edhe ti vazhdon jetën. Po e ke aty, tash një problem që e bëjnë çiftet është që merren me gjonat e të kaluarës, ti akoma ke ndjenja thuaj se o fundi botës. Ti normal që ke i cop ndjenjë, po ti ke hec përpara. Njeriu ka vendosur të shkojë tutje, është kur ti i ngel peng i ndjenjës që ke në vete, ti nuk mundesh me ecë përpara, ti nuk mundesh me kriju diçka të re, ti nuk mundesh me jetu, kjo është arsyeja pse disa persona përfundojnë depresion, disa madje edhe vrasin veten. Për shkak meshkujt e vrasin veten për dashuri, femrat jo. Da me thanë, ndonjëherë është edhe e drejtë të tërhiqemi nga një dashuri apo të luftojmë për dashuri? Kur personi tjetër të jep arsye për të luftuar, ti nuk pret leje për të luftuar. Kur personi tjetër të jep arsye për të luftuar. Ti tërhiqesh kur personi tjetër nuk të jep arsye për të luftuar. Po dashuria zakonisht unë arrit kur përshkruaj fjalën dashuri është sepse është nga të dyja anët. Se Livia flet me shumë ndjenjë për dashurinë. Absolutisht. Po janë kur flitet për dashuri jam shumë e përfshime dhe pse, okay, flas me eksperiencat e mia, me çfarë ndjej, po besoj se të gjitha kur flitet për dashuri kanë atë flasin me ndjesinë e tyre. Kaq. Unë prandaj jam shumë e fokusuar në fakt kur vjen puna te këto tema, sepse secili ka nga një perceptim të ndryshëm të dashurisë, siç dhe ne dashurojmë në mënyra të ndryshme. Dhe çdo fjalë që ndisin ke vetja, besoj. Absolutisht, njeriu niset nga vetja dhe në rrugën sipër takohet me gjithë njerëzimin. Kam një pyetje shumë spontane që më erdhi në mendje tani. Thej që e ke ndjekur Big Brotherin vetëm për Livias. Po. A mund të na japësh një opinion si të zhdukur ty dashuria e Livias? Gati e pamundur deri në një farë pike. Si e ke Kam parë? një ngjarje për cilën ke fjalën. Për dashurinë që Livia ka kaluar në një emision. Po. Ke fjalën për ato nuk i ndjek unë këto shumë. Nuk di çfarë të them, nuk di detajet, nuk di çfarë të them, të drejtë, nuk di çfarë të them, nuk i ndjek detajet. Unë më ka pëlqyer personazhi i Livias, energjinë që e ka dhënë në Big, spontaniteti. Kjo më kalon për shtypi. Histori nuk e di historinë. Por që unë mendoj të futemi te ty. Nuk e di historinë. Sigurisht ta dija, nuk do përtoja me thonë. Po çka kemë thonë te jeta personale, domethënë, unë kam marrë flas për dashuri, tash ti çka kemë jeta personale. Dashuria ka qenë pjesë e jetës tënde. Te u lexoj një poezi kështu që personale. Okej, ti ke zgjedhur të ruash me fanatizëm jetën tënde personale, private. Po. Ka shumë shkrime për dashurinë që ti ke bërë. Më thuaj sot një muz tënde që ti je frymzuar në ajo gjë. Tash arsyeja pse unë kam zgjedhur këtë profilin që të mbroj jetën time personale është sepse emocionet e mia, ajo që unë përjetoj, mënyra se si i ndjej njerëz të afërt është laboratori im krijues. Unë nuk jam si një këngëtar apo si një aktor i cili thjesht e merr një tekst, e lexon dhe vazhdon jetën. Në momentin kur mua më futesh në shpirtin tim dhe fillon aty me drejtësi, me moralizu, me bë mua më plagos. Edhe unë atëherë nuk e kam në laborator. Kjo është arsyeja pse pastaj e dyta unë e kam një parim në jetë që njeriu duhet, sidomos shkrimtari, të jetë pak më modest në raport me këtë gjë. Domethënë kjo është arsyeja. Ndërsa natyrisht unë gjithmonë kur kam shkruar, jam shumë transparent te kjo pjesë. Unë çdo herë që shkruaj nisem nga vetja, nga fakti që kam një person që unë shkruaj për një njerëz të vetëm, shkruaj për një emocion që ai person më ka kriju. Edhe në epoka të ndryshme, normal ka pasur persona të ndryshme që kur kam shkruar Zonin Z, kam pasur një muz tjetër. Kur kam shkruar Edithin, kam pasur një muz tjetër. Dhe sepse njeriu në jetë evoluon, kalon. Mes muzave të ndryshme, shtuke jote nga Instagrami, a ka pasur, a është ndoshta edhe një pasojë tërheqja që nuk e pasur një muz dhe u riktheve pikërisht me këtë post në Instagramin ton, gjeografia e trupit, disa plagë ngrihen si kontinente të ngadalta, të lashta, indiferente. Dhe ti mëson të jetosh me një botë që s'e deshi kurrë. Që s'të deshi kurrë. E megjithatë, mban emrin tënd në çdo vit thyerje. Ja. Po, e vërtetë është kjo. Unë pata përjetuar një lloj thyrje, një lloj krize, një lloj zhgënjimi me botën, një lloj nuk shije arsye edhe për të jetuar. Kur ka qenë era e fundit Albatros tani me këtë? Kjo është, unë jam shumë transparent në këtë pikë.
Do kisha të gjitha, por asgjë s'mjaftonte. Është një formulim, do çfarë mungon. I kam gjitha, po asgjë s'mjafton. Është përjetim i imi. Edhe aty ka ndikuar dhe fakti edhe përplasja me botën, përplasja me njerëzit, përplasja me partnerë, përplasja me gjithë. Do ka ndikuar te unë të faktin që unë thjesht vendosa që të tërhiqem, edhe e kam lënë dhimbjen të më përkufizoj një farë. Unë kur e ndjej një lloj dhimbje, unë nuk tërhiqem, e përjetoj. Unë mendoj që dhimbja të mban gjallë. Dhimbja të bën gjallë deri në momentin kur dhimbja të jep edhe një lloj motivi. Po vjen një pikë kur dhimbja nuk sjep më motiv. Është stadi, unë e quaj stadi terminal i dhimbjes. Është momenti që ti mbyllesh në vetvete dhe nuk do të bësh më, nuk je i motivuar të bësh gjëra të tjera. Deri në atë pikë s'duhet të shkosh. Po. Disa sidomos dhimbja dashurisë ka këtë fuqi të çoj deri në këtë pikë. Te meshkujt më shumë se te femrat, sepse statistikisht shikuar, meshkujt bëjnë vetvrasje më shumë për dashurinë se sa femrat. Ti e the këtë. Sepse femrat e keni fuqinë shpirtërore ta frenoni veten. Ndërsa meshkujt nuk ju punojnë frenat. Po pse meshkujt vën deri në këtë pikë? Sepse meshkujt kur futen në një lidhje, në një raport, një mashkull dhe një femën vinë nga dy botë të ndryshme. Mashkulli ngrohet më avash. Ndërsa një femër mund të krijojë, është më e zjarrt. Po, e kuptojmë të Albert. Edhe tash vjen pika kur mashkulli shkon aq larg sa që më nuk mund të kthehet më fare. Ne jemi fatalista, meshkujt jemi fatalista. Po tani unë dua të di kur ka qenë hera e fundit që zemra jote ka qenë e thyer. Një dhimbje e thellë, domethënë. Dje. Unë fakt doja të ndalesha te kreshti se më bëri shumë përshtypje. I kisha të gjitha, por s'kisha asgjë. S'më mjaftonte asgjë. S'më mjaftonte. Çfarë e shkakton këtë? Nga se vjen kjo? Domethënë tek Albatrosi. Mua për shembull personalisht më erdhi nga humbja që unë pata. Nga Albatrosi pse vjen kjo? Vjen unë e procesoj dhimbjen në një formë ndryshe mbase, unë menoj se cili është ndryshe, por me një fjalë thjesht nuk tjetohet, vjen një pikë kur thjesht nuk tjetohet. Nuk tjetohet, psikologja më ka bërë këtë pyetje, që po thu ti, psikologja më ka bërë këtë pyetje nëse 200 herë deri tash. Dhe s'ka mujt me gjetë përgjigje. Është thjesht vjen ashtu, s'ka ty vjen. Nuk ka një emër ky bushllëku, kjo gjaja që nuk ka të paguaj psikologës punë. Batros, si e përballon ti dhimbjen nga thyerja e zemrës? Unë e marr makinën, dal në autostradë, e thej limitin e shpejtësisë, muzika deri në fund. Mos e jep mesazh të lutem. Muzika deri në fund. Njerëz, nuk është mesazhi ky. Muzika deri në fund, janë ato baladat e viteve 80-ta që më pëlqejnë shumë. Qanë? Edhe çaj, ulraz, bërtas, këndoj, tham, edhe është ajo gjëja like, vjen një moment kur pastaj thua, okay, se duhet të jetoj edhe pak. Në ato moment nuk e frikë nga vdekja, apo jo? Nuk e frikë, jep gaz. Ja, është moment adrenalinë, edhe dhimbja të mush me adrenalinë, është moment adrenalinë. Në këtë adrenalinë, ne do t'ju mbajmë juve akoma këtu, por do shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe do rikthehemi pas pak.